Pse nuk duhet t'i japësh fëmijës telefon? Në ditët e sotme, telefoni është bërë pjesë e pandashme e jetës sonë. Por kur bëhet fjalë për fëmijët, a është më të vërtet një ide e mirë t'u japësh atyre një telefon? Apo u shkaktojnë më shumë dëm se sa dobi? Dikimi në tru dhe zhvillim? Truri i një fëmije është në zhvillim të vazhdueshëm. Kur ata ekspozohen ndaj telefonave që në moshë të vogël, kjo mund të ndikojë negativisht në përqendrimin, kreativitetin dhe aftësitë sociale. Disa studime tregojnë se ekspozimi i gjatë ndaj ekranit lidhet me vonesa në të folur dhe vështirësinë në të kuptuar. Varësia dhe shpërblimi i menjëhershëm. Aplikacionet, lojrat dhe videot krijohen për të mbajtur të ngjitur pas ekranit. Kur një fëmijë mësohet që të qetësohet ose të shpërblehet me telefon, ai fillon ta kërkojë gjithnjë e më shpesh, duke krijuar varësi. Në vend që të mësojë të përballojë emocionet apo mërzinë, ai e mbulon çdo ndjenjë me ekranin. Rreziku nga përmbajtja e papërshtatshme. Interneti është një botë e hapur dhe shpesh edhe me filtra më të mirë. Fëmijët mund të hasin përmbajtje të dhunshme, të frikshme, apo që thjesht nuk janë të përshtatshme për moshën e tyre. Një klikim i vetëm mund ta çojë një fëmijë në vend që as nuk e imagjinojmë. Humbja e kohës dhe aktivitetit fizik. Në vend që të luajnë jashtë, të lexojnë libra apo të ndërveprojnë me bashkëmoshatarët, shumë fëmijë kalojnë orë të tëra para telefonit. Kjo ndikon negativisht në shëndetin fizik dhe mendor, duke shtuar rrezikun për obezitet, ankth dhe vetmi. Nuk ka asgjë të keqe që fëmijët të jenë pjesë e teknologjisë, por gjithçka ka kohën e vet. Një fëmijë ka nevojë për lojë, për lidhje emocionale, për natyrë dhe për prani njerëzore, jo për një ekran të ftohtë. Kujdesi që tregojmë sot do të formosojnë të ardhmen e tyre nesër. Nëse të pëlqeu kjo video, mos harro të lësh një pëlqim dhe të abonohesh për më shumë përmbajtje se kjo. Deri herën tjetër, kujdesuni për fëmijët, sepse janë pasqyra e së nervmes.